Dashur miq, jemi sërish me podcastin e Qendresës, tuna hapësirat e Qendresës qytetare. Faleminderit për gjithë vëmendjen kushtuar bisedave që ne bëjmë. Shpeshherë ne mundohemi të gjejmë hapësirën për të komunikuar për çështje të cilat në fakt afektojnë jetën tonë, po edhe japin disa perspektiva të reja. Sot do flasim për një temë shumë interesante që kryesisht ne i referohemi si prime time. Prime time në fakt nuk është vetëm televizion, shpeshherë është edhe institucion në vendin tonë, institucion politik, krijohet drama, krijohen narrativat politike, po me rëndësi është të kuptojmë çfarë ndodh pas kamerave dhe si konceptohet prime time. Kështu që për këtë ne kemi të ftuar një moderator të brezit të ri të prime time-it shqiptar, ai është Andrea Dangli. Shumë faleminderit që je pjesë e komunikimit me ne. Në gjend falenderoj shumë dhe shumë kënaqësi që të jem pjesë e emisionit tuaj, podcastit tuaj ditën e sotme, po gjithashtu edhe pjesë e Qendresës, duke vlerësuar maksimalisht punën tuaj, pasi në një kohë kur shumë e vështirë për të bërë qendresë, në një kohë kur shumë burra kanë bërë pas nga qendresa vazhdojnë të bëjnë qendresë, duke është ndruar në një lloj sinonimi të besimit, të forcës, se ja vlen edhe të luftosh në këtë vend. Shumë faleminderit. Nuk është se ne jemi të imunizuar ndaj lodhjes, edhe unë shpresoj shumë që shembujt të rinjve ose të grupeve që bëjnë qendresë të jenë më të shumtë që në momentin që dikush lodhet, ta vazhdoj dikush tjetër misionin. Po bëhet ndonjëherë e vështirë në këtë vendin tonë edhe ne. Megjithatë ju po jepni një shembull shumë të mirë edhe ju përgëzoj edhe gjej rastin të shpreh vlerësimet e mia. Andrea, ti shpeshherë je në rolin tim. Pra, ti shpeshherë interviston. Edhe sot bie fati dhe rasti ti je i intervistuar. Megjithse për pjesën më të madhe të shqiptarëve që ty të shohin të pozicionuar në prime time edhe ju drejtoni emisionin Off the Record në A2 CNN, një format që është debat informativ. Si thua, angazhimi jot me media është shumë i hershëm. Edhe me prime time-in, po jo në paraskenë, jo në skenë. Në vijën tjetër të luftës. Në prapa skenë. Kush ka qenë më komode për ty, tashmë që i ke provuar dyja eksperiencat, prapa skena apo skena? Të jemi sinqert, prapa skena më pëlqen shumë dhe e shijoj pa mas. Më duket vetja si një lloj piloti që duhet të drejtojë një avion dhe duhet që t'i çojë pasagjerët shëndoshë mirë në pistën në terminal. Kështu që më pëlqen më shumë e shijoj. Nuk dua të them që para skena apo vija e parë e frontit nuk pëlqen sepse emocioni është i drejt për drejt, përballja plus reagimet që të vinë mbrapa. Ka një lloj aureole e gjitha kjo, plus që edhe kontakti me publikun është më i drejt për drejt, jetia i që të shkruajnë, që të ndajnë një mendim, që të japin një lloj vërejtje apo një lloj sugjerimi për të qenë më mirë, dhe duket sikur misioni edhe në vijën e parë, edhe në vijën e dytë kanë ato të përbashkët e tyre, por gjithmonë njëra të emocionon edhe tjetra të bën që të jesh akoma dhe më sfidues. Është e vërtet kjo. Unë jo për të komplimentuar, po le të themi unë kam dy emisione darke. Njëri prej saj e ti. Le të themi edhe për të qenë kështu fair, përgjithsisht më orienton tema ose të ftuarit. Po edhe për shkak të një lloj aftësie, një lloj më dukesh ndonjëherë i seshtë. Ta kanë bërë tjerët këtë si... Mbase është nga natyra ime, nga pamje, po kështu... I vesin sikleta, jo, po them i sert në kuptimin e një lloj kontributi që mendoj që është i vlefshëm. Ti vendos në siklet shumë të ftuarit e tyre. Më thënë të drejtën, një pjesë e tyre edhe e meritojnë që ti vendosësh në siklet. Ime më zakonisht kur shkoj në shtëpi më thotë që mos i bëj pyetje të vështira sepse edhe ai ka një nën në shtëpi që e pret edhe ose që e shikon në televizor edhe ai mund të ndihet keq edhe ajo mund të ndihet keq. Por çështja është se ata kanë zgjedhur që të jenë në sferën publike, të marrin detyra përsipër, të marrin dhe të menaxhojnë takset e qytetarëve dhe sigurisht që se ti i bën një pyetje apo dy pyetje apo shumë pyetje që lidhet me angazhimin e tyre, me anën tjetër të tyre që praktikisht është ana profesionale. Sigurisht që unë nuk do të them ndonjëherë më duket vetja sikur ose kritikoj veten se
them vetes shiko se ti nuk je prokurori i SPAK-ut, ti je thjesht një gazetar që do bësh pyetjen dhe do marrësh përgjigjen. Por nga ana tjetër, pastaj e bind veten që përballë ke një person që edhe mund të gënjej ty dhe përmes teje mund të gënjej publikun dhe në fund fare je ti ai që merr faturën edhe duhet ta paguash se është shumë e lehtë, është si puna e tullumbaces së madhe që shumë e lehtë që të shfryhet gjithë tullumbacja dhe praktikisht ti të gjendesh në një lloj pozicioni që ke gënjur audiencën, ke gënjur publikun, je tallur me ta. Audienca nuk të është e pamëshirshme, ai të shkruan në Facebook, në Instagram, të komenton diku ku ti nuk e ta pret mendja dhe ta thotë që ti je një maskara në fund fare që e ke gënjur, je tallur me të, edhe nuk i ke bërë një apo dy pyetje. Janë të shumtë ata që të shkruajnë dhe praktikisht nëse ti e dyshon një herë, ai e dyshon 7 herë sepse ti nuk e ke bërë atë pyetje. Interesante është kjo. Unë shpesh e vej re që ke një lloj tendence për ta ndërprer atë që quhet narrativa ose përgjithsisht politikane tani po flasim për sepse pjesa më e madhe të vinë në emision një lloj klisheje të gatshme. Tani së pari media po duron prej vitesh kasetat e gatshme, pse duhet të durojmë edhe këto kasetat në mendjet e disa personave të cilët praktikisht vinë të përgatitur për të bërë recitale në emisionin tënd. Ata mund t'i bëjnë në foltorin e parlamentit, në Facebookun e tyre, në takimet që bëjnë me simpatizantët, por në studion tënde është shumë e nevojshme që të ketë disa pyetje. Unë nuk po them që domethënë të tronditet gjithë planeti me pyetjet që do bësh, por të paktën qytetarit do ta ditë andaj të mirë nga e keqja, të vërtetën nga narrativa apo ajo propaganda dhe pjesa më e madhe në momentin që i ndërpret qoftë edhe me një pyetje tetë naive, un kam përpiqem që gjatë intervistave të përdor një lloj modeli të një fëmije 5 vjeçar që bën pyetje krejt naive se çfarë është kjo, çfarë është ajo, pse kjo, pse ajo. Mendoj që është i shëndetshëm, një lloj cinizmi ose 1001 pse të një fëmije për domethënë kam patur personazhe të ndryshme të cilët mund të kenë ardhur shumë përgatitur për pyetje madhore dhe nuk kanë ditur të përgjigjen pyetjeve naive të një fëmije. Dhe besoj se ky lloj formulari që jam përpjekur që të ndjek me pyetjet naive ka rezultuar një formulë me suksesshme deri tani, se nuk e di se si edhe unë mendoj që është e suksesshme, se është edhe një lloj misioni i gazetarit, që në përgjithësi për shkak të një konkurrence të madhe kanë përshtypjen në hapësirën mediatike, përgjithsisht gazetari me atë brengëm për të qenë i sjellshëm, që të ftuarin ta ketë edhe për herës tjetër, mundohet shpeshherë të jetë i sjellshëm dhe jo një ndërmjetës midis meje si qytetar, edhe politikanët apo ekspertit që ti ke përballë. Dhe këtë doja unë të dija. Domethënë si e menaxhon, se unë kam parë tek ty individ që për shkak të pyetjes tuaj mund të jenë ndier keq, mund të kenë treguar se sa të papërgatitur janë për pyetjen, mund të kenë kuptuar se sa gabim janë për atë narrativ që kanë ndjekur. Nga ana tjetër unë i shikoj prapë ç'a ndodh me këta. Ja, ka një gjë, ka nga ata personazhe të cilët duan të sfidohen dhe unë ka patur personazhe që i kam pyetur do intervistë apo do qok. Më thënë, dhe ai praktikisht nuk mund të thotë dot që unë dua qok, dua intervistë do thotë, është në këtë pyetjen kurth bien të gjithë. Dhe në momentin që kërkon intervistë do detyrohem që t'i bëj punën time si gazetar, për cilën e kam pasion, e kam mision dhe dua ta çoj përpara. Dhe menjëherë kur përfundon intervista sigurisht që ti përpiqesh që të marrësh edhe atë feedbackun e tij për ta parë se në çfarë momentesh ai është ndier praktikisht jo mirë apo jo komod në intervistë. Zakonisht ka intervistues që nuk kanë ardhur më dhe nuk besoj se do vinë. Vërtet, ka të tilla. Po ka janë të pakët, shumë të pakët, por unë shpresoj që lista të bëhet të jetë në këto kufi mos jetë më e madhe, se kjo ishte një nga pyetjet e mia, domethënë. Po ka personazhe të cilët praktikisht për ta nuk janë ndier komod dhe nuk kanë komunikuar me ty direkt apo me dikë tjetër. Pra kanë shkruar mbrap. Para ka qenë reagimi pas emisionit dhe e dyta kemi tentuar ta ftojmë sërish për tema të caktuara, të cilat ndërlidhen me aktivitetin politik dhe nuk kanë preferuar që të bëhen pjesë të emisionit, por kjo nuk më shqetëson, përkundrazi më jep akoma më shumë kurajo për të vazhduar punën time si gazetar. Emrat si u themi dollën?
Po Për t'i lënë një hapësirë pendese? Besoj se secili nga ata e kupton shumë mirë dhe nuk besoj se do ndronte mendje edhe po t'ia thoshim. E bukur. Megjithatë, shiko, unë bisedën tonë e kam titulluar Prime Time, pse shqiptarët shohin debat gjatë natës, ose pse debat politik, pse konsumojnë debat politik natën. Përgjithsisht njerëzit kur janë gjatë ditës të konsumuar të lodhur, e logjikshme ishte të ndiqnin një hapësirë argëtuese, ku në një show, një spektakël, një futboll, një teatr, çfarë ndodh e ke pyetur një veten. Unë përgjigjem në gjej tek Driteroi i madh thoshte që shqiptarët thoshte ndryshe nga të gjithë popujt e tjerë përjetojnë 5 stinë. Pranvera, vera, vjeshta, dimri dhe politika. Stina e politikës duket sikur është një stinë e përhershme që nuk largohet asnjëherë. Dhe ne detyrimisht përpiqemi që këtë stinë të madhe kemi pothuajse në këtë stinë ndryshe nga stinë të tjera që ndrohen rrobat, në kjo stinë ka po të njëjtat uniforma, të njëjtat tema, duke sikur ndryshon asgjë. Pak ditësh po i lexoja më saktë disa shkrimet vjetra të Faikonicës dhe më duket sikur i njëjti realitet vazhdon të na ndjekë ende. Nëse do i ndroja emrin dhe do t'i ribotoja sërish në shtypin e ditës, praktikisht shqiptarët do kuptonin që bëhet fjalë për të njëjtin realitet. Ne mund kemi bërë ndërtesa shumë të bukura, mund të kemi sjell praktika shumë të mira, mund të kemi sjell le të themi makina luksoze, mund të them që kemi restorante të mrekullueshme, po janë ca gjëra që nuk ndryshojnë asnjëherë. Dhe politika është një prej tyre. Është interesante tek më përmendë këtë të Faikonicës, në fakt edhe un kam preferuar Gjergj Fishtën. Edhe kur shikoni ka një sarkastik shumë të bukur Gjergj Fishta që i drejtohet Nak Domonicit, po ishte shkodran, po kshu i thriste ai. Edhe një si tip le të themi dialogu midis dy intelektualëve të zhgënjur me kontributin në vend, edhe është edhe në formë sarkastike, po ti e kupton se sa koha ka mbetur në vend kur bëhet fjalë për demotivimin që shpesh herë ata që duan të ndërtojnë ose të krijojnë një kontribut në vend, që është pjesa më e madhe e qytetarëve shqiptarë që punojnë dhe jetojnë ndershëm, ndihen edhe sot mbas kaq shumë vitesh. Është shumë interesante. Interesante është edhe fatkeqësi në fakt se pjesa më e madhe e atyre që shkruajnë për emisionin, mua më duket bëjnë një lloj analize pas çdo emisioni dhe një pjesë e madhe e tyre jetojnë jashtë. Një pjesë e madhe e intelektualëve, njerëzve të cilët praktikisht ndjekin politikën e Shqipërisë, jeton në Amerikë, në Gjermani, mund të kenë vite të tëra në emigracion dhe praktikisht emisionet të cilat ndjekin nuk janë emisionet e vendeve ku kanë shkuar, ata mund të frekuentojnë ushqimet e tyre, shkollat e tyre, universitetet e tyre, le të themi parqet e tyre, por në fund të mbrëmjes mjeti i informimit është media shqiptare, janë emisionet e prime time-it dhe gjatë kohës kur jam në emision marr mesazhe të ndryshme të qytetarëve të cilët më sillin edhe praktikat e vendeve ku kanë ku qëndrojnë. Për shembull, mbrëm më shkruante dikush nga Gjermania që më fliste për sistemin e burgjeve në Gjermani. Dikush tjetër më shkruan dhe më fliste për sistemin e pensionistëve, se si është çështja e pensioneve në Francë. Pra, ka qytetarë të ndryshëm që praktikisht edhe pse prej vitesh jetojnë, veprojnë në emigracion, prap kontributin e tyre flas për pjesën sa mund të kontribuojnë për çështjet politike japin sërish në Shqipëri. Ti më the pak mbas çdo emisioni bën një analizë. Mbas çdo emisioni edhe bën një analizë. Cila është analiza që bën pas çdo emisioni, domethënë? Shiko, çdo emision ka nevojë për analizë nëse do që të funksionojë të ecë përpara. Ka momente për shembull që një personazh mund të mos jetë kombinuar me personazhet e tjera, sepse zakonisht kur duhet të kesh si në çdo diskutim, duhet të kesh pro dhe kundër, ose domethënë një anë që mbron një çështje dhe një anë që e kritikon atë çështje për t'ia dhënë publikut të gjitha këndet e një çështje të caktuar. Dhe zakonisht ajo që praktikisht edhe publiku shikon do të gjejë edhe veten e tij në atë panel. Në momentin që publiku nuk e gjen veten në atë panel dhe të shkruan që
të kisha edhe feedbacku i parë, të kishte edhe një personazh që të thoshte këtë gjë, ti praktikisht do që të kesh edhe zërin e aty. Është e pamundur që të kesh mendjet e gjithë shqiptarëve se meqense përmendë fishta thoshte që është më lehtë të bësh bashkë një thes me pleshta se të bësh bashkë gjithë shqiptarët, të bësh bashkë dy shqiptar. Kështu që në këtë rast këtë thesin e madh ne përpiqem që ta kompensojmë me personalitete që praktikisht kanë atë mendime të ndryshe. Si funksionon prime time dhe kur bëhet fjalë për temën? Zgjedh, domethënë imponon ngjarja temën apo shpesh ndodh edhe që tema të shkaktojë një ngjarje? Shiko, domethënë unë e kuptoj kontekstin e pyetjes suaj ose më saktë tash edhe unë po bëj pyetjet që do që do t'i bënte edhe ai dikush 5 vjeçar. Është vërtet, po, stili i pyetjeve 5 vjeçare. Unë mendoj që gazetaria në Shqipëri, por kryesisht prime time në vend është bërë ose funksionon në bazë algoritmi. Kjo është fatkeqësi në fakt, sepse është i njëjtë si algoritmi i TikTokut, algoritmi i Instagramit, Facebookut, ku audienca të dalin përpara videot që ti praktikisht preferon dhe ti je robi i algoritmit. Në momentin që bën një temë e cila mund të jetë shumë e rëndësishme për publikun, për sigurinë ushqimore për shembull, për arsimin, për shëndetësinë, kauza të cilat i ka patur qendresa qytetare dhe ka bërë një punë të shkëlqyer, në momentin që ti sjell ato tema, sheh që reagimi ose madje audiencës, cilën unë e bëj gjatë gjithë emisionit, edhe pas emisionit, po edhe në kohën që jam transmetime, shikoj se si është audienca praktikisht dhe shoh që audienca është e ulët pavarësisht, kauza është e madhe. Në momentin që ti ndjek aktualitetin, pra ata algoritmin e madh që të çështjes së ditës politike, konsumin e përditshëm, audienca shumë e lartë, sepse vetë njerëzit duan që të shohin dhe të ndjekin se si vazhdon, si puna atyre telenovelave me seri, që të shohim se çfarë ka ndodhur ke seria e dytë e sezonit tjetër. Pastaj imagjinoj kur janë edhe ato momentet që thot pas 10 vjetësh, se ka personazhe që ta mundsojnë këtë gjë që të flasin çfarë do ndodhi pas 10 vjetësh. Një tip kështu shikimi i filxhanit kafes. Po ka edhe në këta dhe zakonisht audienca i do edhe ata që shikojnë ose parashikojnë pas 10 vjetësh çfarë do ndodhi. Prandaj edhe telenovelat kanë qenë shumë suksesshme në këtë vend, se vetë njerëzit i duan. Është interesante. Po kur thua indikatorët e audiencës, a ka në Shqipëri një mekanizëm që ti mund të kuptosh si sillet audienca ose si është audienca në një moment caktuar? Pra janë software, janë disa mekanizma që ju mundoheni të kryqëzoni për të kuptuar a kanë shikueshmëri apo jo, apo është diçka tjetër? Shiko, unë operoj me disa mënyra për matjen e audiencës. E para kam rrjetet sociale të cilat i monitoroj në kohë reale gjatë emisionit, por shoh edhe viralitetin dhe shpërndarjen e lajmeve të emisionit në mediume të ndryshme kryesore në vend, të cilët praktikisht se sa pesh ka emisioni dhe sa seriozitet ka emisioni për të sjellë reagime. Dhe domethënë përpos analizës që vazhdon pas emisionit që unë ja bëj vetes, gjithashtu konsultohem edhe me kolegun Ermal Rizain, i cili gjithashtu prekupohet dhe kontribon për ta bërë emisionin sa më sfidues, dhe ditën tjetër që në mëngjes vazhdimi i punës nuk është vetëm për të menduar dhe ideuar temën e ditës, por gjithashtu duhet të shoh edhe pjesën e shpërndarjes dhe viralitetit që ka patur në mediume të tjera përpos televizionit ku unë punoj. Në momentin që ka një lloj viraliteti, unë mendoj që është ezauruar ose është kryer një e mirë e punës. Vazhdoj me pyetje nga kuriozitetet. A komunikojnë moderatorët e prime time-it me njëri tjetrin? Shpeshherë ti shikon të njëjtën temë, për shumë herë për mua ka qenë shumë e çuditshme që ti mundohesh të kuptosh ose një temë nuk të pëlqen dhe ti prap gjen të njëjtën temë me personazhe ndryshme dhe kudo mund të ketë vetëm ndonjë përjashtim ose jo. Domethënë komunikojnë moderatorët me njëri tjetrin apo jo? Domethënë mund të komunikojmë për shumë tema, por për temën e ditës edhe për të ftuarit nuk komunikon asnjëri. Vërtet. Domethënë është unë praktikisht kam bashkëpunuar dhe kam punuar me emisionin e prime time-it në Euronews Albania Erla Mihillin
dhe kam shumë i kesh, komunikojmë për shumë gjëra të caktuara të ditës, çështje të caktuara të aktualitetit, politikës. Po kur vjen puna tek emisioni, i kemi zgjedhur që domethënë të mos ja themi njëri tjetrit temat, sepse bëhemi edhe pak lëmsh me të ftuarit dhe me temat. Dhe në mbrëmje kur e shikoj emisionin e saj ose emisionin tim, shoh që ndonjëherë është i njëjti titull, e njëjta temë dhe domethënë mendoj sikur vazhdojmë të bashkëpunojmë akoma dhe të bëjmë emisionin e njëri tjetrit. Po kjo është gjithmonë, unë jam gjysmë ore përpara, ajo është gjysmë ore pas edhe praktikisht ndonjëherë jep kohë që ta ndryshoj, domethënë edhe të mos bijem në përplasje, por nuk ka asnjë lloj le të themi komunikim paraprak për të menduar, është algoritëm, domethënë momentin që ta kërkon algoritmi që ti duhet bësh atë temë, do bësh atë temë. Interesante. Tani po futem pak tek kjo atmosfera e të ftuarve. Edhe kryesisht ka audienca shpesh ndihet e nervozuar me të ftuarin ose jo. Fjala vjen kur ti rreshtohesh, ne jemi shoqëri e polarizuar. Dhe ti je le të themi ndjekës i Partisë Demokratike ose Partisë Socialiste. Mirë, në ekipin e secilës prej tyre, individët kanë le të themi futbollistin e tyre më të preferuar. Dhe shpesh kur nuk e shohin në ekran, mendojnë që moderatori është duke bërë një reng aty. Ka ftuar më të dobtin e ekipit tjetër dhe më të fortin e ekipit tjetër. Ka kohë që të dy ekipet nuk zbresin në fund, domethënë duket sikur janë ndeshën një në 4 vjet si punë botërore që dalin vetëm një në 4 vjet me njëri tjetrin. Kështu që në këtë rast jemi të qetë, por varet domethënë sepse ka kush e sjell në studio një përfaqësues të një grupi politik. E para ka shumë lojtarë të mirë të Smajtës që nuk dalin fare për të zbritur në fushë prej vitesh. Për shembull, ke vite që nuk shikon intervistat të figurave le të themi të larta të Partisë Socialiste që dalin në debat me figura të larta të Partisë Demokratike që të debatojnë apo të jenë përballje me njëri tjetrin. Domethënë, kjo është një zgjedhje e tyre, një strategji e tyre, praktikisht e Majta ka patur ka një lloj le të themi vendimmarrje politike apo edhe një lloj zgjedhje të vetë personazheve të caktuara politike të së Majtës, të cilët nuk duan që të dalin dhe të bëjnë debate televizive për çështje të caktuara. Janë njerëz të cilët kanë administruar financa publike, janë njerëz që duhet japin llogari apo duhet përballen për punët e tyre, për ato që janë duke bërë aktualisht, për komisionet ndryshme që drejtojnë, për ministri që kanë drejtuar, për pasoja që kanë sjell me atë që kanë bërë apo atë që nuk kanë bërë, dhe në fund nuk zgjedhin që të mos përballen me publikun. Dhe duke sjell figura të reja të Partisë Socialiste apo partive tjera, ndonjëherë edhe ndihesh pak në faj që i bën pyetje për cilat ata nuk kanë asnjë përgjegjësie. Ose përpiqesh ti vendosur ose situata që ata nuk kanë qenë aty kur janë marrë vendimarrjet. Dhe duket sikur kjo është një lloj strategjie që edhe i bën mirë Partisë Socialiste në rastin që përpiqet që disa nga skeletet themi të vendimarrjeve të mos dalin për jashta dhe për të kuptuar që shiko se janë këto skelete vendimarrje në dollap, domethënë një vendimi i gabuar në këtë kohë, një vendim i gabuar në këtë kohë, sepse ne domethënë nuk e kanë prodhuar këtë realitet deputetët që kanë 2 vite në parlament. Realitetin e kanë prodhuar ata që kanë qenë më përpara. Domethënë ata sigurisht janë pjesë e gabimit dhe njerëzit merren me një deputet të Fierit, merren me një deputet të Elbasanit, me një deputet të Durrësit, që ata praktikisht nuk është se kanë qenë në vendimarrje të lartë. Vendimarrjen e lartë e kanë bërë ata që nuk kanë zgjedhur që të heshtin, kanë zgjedhur që të mbajnë fjalime her pas here në foltorin e kuvendit dhe kur vjen puna që duhet të japin llogari të përballen, dalin vetëm për zgjedhje elektorale për të thënë që çfarë do bëjmë. Ndërkohë kur i pyet se çfarë ke bër, thot lutem, thot se jemi në fushat. Po tani ti s'ke dal 4 vite të japësh intervista. Ke 4 vite që nuk del të japësh edhe të debatosh. Tani në kohë fushate po të bëj disa pyetje që kam 4 vite që i mbajnë sirtarin tim për të pyetur. Tani pse nuk përgjigjesh? Kjo është interesante kjo. Mbase është një shortcut i pyetjes. Kush i sjell përfaqësuesit politik në studio? Përgjithsisht, domethënë po them praktikisht domethënë e shortlistoni ju, e kontaktoni ju, kërkoni një përfaqësues nga
Konkretisht ne përpiqemi që ti kontaktojmë në varësi të temës, në varësi të komisioneve që ata bëjnë pjesë, profilit që ata kanë. Profilit që ata kanë, përpiqemi që të i ftojmë njerëzit sipas ose personazhet, personalitetet, njerëzit politik në bazë të pozicioneve që ata kanë, shkollimit që ata kanë kryer, sa i përqasen temës, sa përputhen me të ftuarit e tjerë dhe përgjithsisht komisionet parlamentare na sugjerojnë emrat që ata bëjnë pjesë. Sigurisht që në bazë të temës asnjëri prej tyre kryesisht duket sikur atë ditë nuk ka mundësi që të vinë në program që të flasë për atë temë. Dhe është e habitshme në fakt, ka personazhe edhe nga Partia Demokratike, edhe nga Partia Socialiste, akoma dhe më shumë që nuk e duan të përballen ose ka edhe personazhe të caktuar që edhe nuk kanë njohuri për atë që do të flitet. Ose praktikisht atë shihet lën në momentin që flet për një çështje të caktuar. Kjo pastaj janë mëkatet një kohe tjetër. Për ta mbyllur këtë procesin e si vjen dikush, si bëhet pjesë dikush në një paneli, është një pyetje që unë e has shpesh sepse më ndodh shpesh të jem në media dhe për shembull ka një pjesë të shoqërisë time ose të familjarëve të largët që mendojnë se jam shumë i paguar se të flas në media. Dikush tjetër ka të tjerë që thonë po ti s'ke punë të tjera, që merresh me këtë punë edhe del edhe flet. Edhe mbasi e njeriu duhet për ta bërë pyetjen. Një i ftuar në panel është i paguan apo është aty për të komunikuar për një interes të përbashkët që s'kan asnjë lloj marrëdhënie financiare? Ja, pyetje interesante në fakt. Ka emisione të cilat zakonisht ose personazhe të ndryshme, personalitete të ndryshme, të cilët politik sigurisht janë njerëz të cilët shoqëria civile, njerëz të cilët zakonisht pajtohen për të ardhur pa pagesë praktikisht për të dhënë kontributin e tyre ose duan që kontribuojnë për emisionin. Pastaj ka gazetarë, analistë të cilët sigurisht që kanë angazhime, duhet që praktikisht kohën e tyre apo ekspertizën e tyre ta vendosin në dispozicion të emisionit tënd, po edhe vetë emisionit intereson që të ketë anën ekskluzive të tyre, pra që të mos të kesh mundësi që që mendimet e tyre praktikisht i kesh vetëm për emisionin tënd, ose analizën e ekspertizën e tyre ta kesh vetëm për emisionin tënd. Sigurisht që përpiqesh të bësh një marrëveshje paraprake për shkak se ty të intereson që ta kesh ekskluzivisht vetëm për emisionin tënd. Sigurisht që emisioni që unë drejtoj ka shumë pak domethënë marrëveshje për shkak se është shumë e nevojshme që unë të kem zëra ekskluziv për shkak se edhe i bën mirë emisionit, formatit, po edhe audienca nuk shpërqendrohet. E di që një personazh apo një tjetër do gjesh vetëm në këtë emision. Interesante. Është shumë e nevojshme, por për aspekte tjera përgjithsisht përpiqem që të mos futem në marrëveshje të këtyre, sidomos me politikanë njerë është thuajse zero. Kjo ishte edhe unë mendoj që këto janë të qarta, po ka raste kur dikush kërkon të paguaj që të jetë pjesë e një hapësire? Ka padur raste, unë përgjithsisht ose në mënyrë kategorike nuk kam pranuar asnjëherë njerëz të cilët kanë dashur të paguajnë dhe të jenë pjesë e emisionit. Vetëm kur ka qenë një personazh i cili ka qenë temë ditës, por asnjëherë nuk ka ndodhur që dikush të paguajë që të vinë në emision. Edhe kur kanë tentuar apo për tema të caktuar apo njerëz të caktuar, domethënë ka qenë në mënyrë kategorike. Kryesisht këtë e bën politika, e bën biznesi, e bën shoqëria civile, e bën personazhe ndryshëm të cilët kanë qef dalin televizor dhe të flasin për një temë të caktuar. Sigurisht që nuk personazhet që mund të kenë inate apo mëri me personazhe të tjerë, sigurisht që i kanë parë në emisione të tjera që mund dalin, e kanë gjetur hapësirën, gjithmonë ujë e gjen atë kanalin e vet. Por unë kam preferuar, më ka dhënë edhe këtë lloj mburoje të madhe televizionit ku punoj për të mbajtur një lloj për ta mbajtur emisionin në një lloj kristali që nuk dua ta thyej, se në momentin që thyet qoftë edhe pak, unë domethënë jam vetë që jo vetëm atë analizën pas emisionit do ta bëj dot, po as gjumin pas emisionit nuk do ta bëj dot. Do mendoj prapë se çfarë ka thënë audienca. Domethënë sigurisht që gazetari nuk është për turmën, por është për gjurmën, por duhet jetë edhe për turmën, sepse praktikisht në momentin që humbet besueshmëri, në momentin që publiku të shikon dhe thotë që ti je maskara, ti je një njeri i shitur, i blerë, apo
këto gjëra të tjera sigurisht që do humbasësh kredibilitetin publik edhe nuk do ta kesh atë peshën e dur publike. Formati i debatit shpesh të ekspozon edhe ndonjë konflikti që mundet të prodhojnë personazhet me njëri tjetrin. Të ndodh shpesh ti është ndërmjetës midis një konflikti pafund. Domethënë duket ndonjëherë si një emision tjetër në televizionin Klan shihemi në gjyq edhe në momentet publicitare është shumë e vështirë që ti të mbash ritmin kur debati ka qenë shumë i fortë dhe praktikisht personazhet përpiqen që t'ia thonë njëri tjetrit atë që nuk kanë mundësi që t'ia thonë kur është on air gjithë programin. Kam patur raste para disa vitesh për shembull që kam qenë edhe një lloj ndarësi mes njerëzve që u konfliktuan fizikisht. Ka patur raste për shembull fizikisht në periudhat jo online apo në momente publicitare. Okay. Ka patur edhe procesi i ndarjes zgjati shumë, ndërkohë që zgjati shumë edhe përplasja mbrapa programit për shkak se të dy të ftuarit kishin marrë le të themi mbrojtje mbështetësit e tyre dhe domethënë praktikisht ti detyrohesh që të jesh edhe në këtë lloj rrethanash që sigurisht nga debati qytetar kalon në një lloj përplasje civile mes fisesh mes njerëzish që vinë edhe duan të kërkojnë llogari njëri tjetrit jashtë ambienteve të televizionit. Kështu që kam patur raste edhe të tilla, po gjithmonë duhet që gazetari vetë mos i çojë gjërat praktikisht në këto kanale që vetë domethënë duhet të ketë një lloj përgjegjësie dhe përgjegjshmërie për ata që fton, se nuk mundet domethënë praktikisht të kesh disa pole që zakonisht shkojnë edhe në këto nivele. Interesante. Edhe duket shumë si e çuditshme që edhe në këto kohë ku le të themi njerëzit duhet të jenë ata hapur përpara një liberalizmi të mendimit edhe kritikës të prodhoj konflikte të tilla. Nisi lufta e dytë botërore, është shumë me një lloj qetësie shumë madhe, nuk e merr vesh se nga vinë avionët, nga vinë raketat edhe duket një atmosferë pastaj që ku jam. Surreale. Praktikisht shkon diskutimi edhe në këto pika për shkak të për shembull para disa ditësh kisha dy përfaqësues të partive politike, tre përfaqësues të partive politike në Kosovë, fatmirësisht i kisha online dhe çështja e tyre ka kaluar në polici dhe në prokurori për hetime të mëtejshme, sepse debati që ata kishin në anën virtuale ishte domethënë një debat që ti praktikisht mund ta shohësh në këto kanale TikTok që dalin personazhe të ndryshme që nuk mbajnë përgjegjësi për ato që thonë. Dhe u ndjeva në një moment i befasuar nga agresiviteti që ata kishin me njëri tjetrin, sikur po flisnin me hasmin dhe jo sikur po flisnin dy shqiptarë, dy tre shqiptar me njëri tjetrin. Dhe praktikisht edhe pas emisionit u përpoj i kontaktoj për t'i pyetur, domethënë edhe për rrethanët, por edhe për t'i kërkuar një lloj, le të themi, llogarie për ato akuzat që ata përcollën. Domethënë ka momente të tilla, po sigurisht që gazetari vetë emision pas emisioni fiton një lloj aureole. Shpesh le të themi në këtë mënyrën e të folurit urban mes njëri tjetrit qytetarët, prej vitesh mendonin, por prej vitesh e përjetonin atë çka ndodhte në kamera si një gjë absolute. Dhe në këtë rast, ky është një rast i cili në fakt ka dëshmuar që ka nisur në ekran dhe bëhet më agravuar jashtë saj. Mirë, po në politikën shqiptare ne kemi parë shpeshherë që shumë i tensionuar është le të themi situata në sken, por në prapa sken njerëzit janë të relaksuar, duket sikur ka një teatër të madh dhe ne për vite filluam të pastaj të flisnin njerëzit që është si në film, ata në rol përplasen dhe pastaj është e tillë, domethënë personazhet e caktuara, domethënë
janë miq me njëri tjetrin dhe në momentin që ndisen kamerat praktikisht bëjmë përballje argumentash, akuzash dhe pasi fiken kamerat çdo gjë duket sikur nuk ka ndodhur. Dhe në momentin që kam titulluar emisionin Off the Record, duke qenë se isha gjithkohë në vitin e dytë dhe i shihja me një sy tjetër dhe çuditesha se praktikisht i shihja nga ekrani i shtëpisë dhe kur i takoja pastaj krijoja një lloj zhgënjimi të parë se si ishte mundur që personazhet të cilët i kishin numëruar të 99-tat të 100-ën mbrapa që kanë polarizuar shoqërinë, që antarët të shoqërisë mund të jenë ndarë për shkak të jo praktikisht i mund t'i gjesh në domethënë unë shkoja në shtëpi dhe domethënë gjatë kohës që diskutoj me timat apo me miqtë e mi, po sigurisht me timat ati duket e pabesueshme kur i tregoj që shikoj se ata nuk uzun me të vërtet aq shumë sa ti je shqetësuar, se pas emisionit ata sërish u bën miq dhe vazhduan dialogun në mënyrë paqësore. Dhe ai nuk e beson dot këtë gjë, nuk e beson që ata kanë një harmoni me njëri tjetrin, mund të pinë kafe, mund të kenë projekte, mund të kenë diskutime dhe marrëveshje të tjera. Dhe unë nuk do ta besoja këtë deri në momentin që më ka ndodhur vetë shpeshherë. Që ti e gjen veten duke folur, duke u konfliktuar me dikë, edhe mbas emisionit thonë do të ke të drejtë, po unë jam pjesë e këtij ekipi dhe nuk kam çfarë bëj, domethënë kështu do sille. Po, është kështu një lloj shoku. Kur ja thua qytetarëve person një lloj zhgënjimi se ata të shuajnë do të pse le të flasja atë po le ndërkohë që ata janë miq me njëri tjetrin. A kanë gazetarët një listë të zezë personazhesh? Unë përgjithsisht nuk kam patur asnjë listë të zezë personazhe në çdo televizion që kam punuar, edhe në televizionin ku punoj, nuk kam asnjë listë të zezë personazhe. Pastaj ka patur personazhe të ndryshme që nuk kam preferuar të jenë pjesë e emisionit për arsyet e tyre, po unë personalisht nuk kam asnjë listë të zezë. Se shikon shumë pafund personazhe që thonë unë e kam derën e mbyllur, unë nuk ftohem. Asnjë personazh nuk e ka derën e mbyllur. Asnjë personazh në emisionin tim nuk ka asnjë personazh që ta ketë derën e mbyllur. Flas për personazhe që praktikisht janë në sferën publike, kanë një lloj relevancë ose përfaqësojnë diçka, janë dikush për të përfaqësuar një çështje të caktuar, një kauzë të caktuar, një mendim të caktuar. Domethënë praktikisht unë mendoj që argumentat që përpiqen të japin ose që t'i sjellin janë edhe më shumë për të vetë viktimizuar ose për të thënë që ne kemi dyert e mbyllura. Realisht nuk ka asnjë personazh që mund të më dalë përpara dhe të më thotë që unë derën tënde e kam patur të mbyllur ose partia ime derën tënde e ka patur të mbyllur. Nuk ka asnjë. Në atë që bën, a ka gjëra që do doje t'i bëje ndryshe, por rrethanat, ata që e kanë ndërtuar kështu, kur flasim për dy gjenerata, mbase një gjeneratë e shkuar mund të ketë ndërtuar një lloj audiencë tjetër, ka formatuar disa sjellje të tjera në shoqëri, dhe ti mund ta ndjesh veten që nuk po bën atë që do, sepse ca gjëra duhet i bësh sepse kështu janë rrethanat. Më shumë do doja praktikisht është ai algoritmi që ne folëm, që praktikisht ty të detyron të jesh robi i shikueshmërisë, për robi i audiencës, sepse praktikisht edhe gara mes emisioneve bëhet nga audienca dhe nga pesha që ti ke në publik, dhe nga praktikisht edhe ata që të ndjekin për temën e ditës që ti ke. Dhe do doja shumë për shembull që të kisha më shumë tema të kulturës, do doja më shumë të kisha zëra ose qytetarë që ti kisha në studio, por duke qenë se kam gjithë të valën e madhe të ngarkesës, duke qenë se kam gjithë të valën e madhe të ndjekjes pas të zhvillimeve të ditës, ndonjëherë këto kalojnë në një plan tjetër. Do doja shumë që të kisha më shumë tema dhe unë jam shumë në kohë për ta bërë këtë gjë dhe sigurisht që kjo i shërben vetë përmirësimit, vetë korrigjimit të emisionit dhe sigurisht që në sezonin tjetër do përpiqem që ta alternojmë akoma dhe më shumë me këto element që i çmoj se janë shumë të rëndësishme. Po, është e vërtet. Edhe nga ana tjetër të gjithë aktorët e shoqërisë do duhet i përshtaten formave të reja të komunikimit, se fjala vjen dhe ne e kemi parë. Jo çdo gjë mund të shkarkohet tek media. Për shembull, unë shpesh e gjej këtë kryqëzimin ndaj medias, që media nuk fton këtë, nuk fton atë ose nuk i kushton vëmendje temave të caktuara. Ne kemi pasur, ne sot gëzojmë një hapësirë mediatike si ekip, gëzojmë një hapësirë mediatike të kënaqshme dhe le të themi nuk kemi ankesa për këtë. Po
kur bëj një retrospektiv pse e kemi fituar, ne kemi shpenzuar shumë energji për të punuar me mesazhin, ose për të punuar me imazhin, ose për të punuar me grafike, të cilat do duhet që në mënyrën se si e kupton media, ne ishim detyruar që të përshtateshim me të. Mirë, po nga ana tjetër e shoh që shumë struktura shoqërore e kanë shumë të vështirë për të përshtatur me mënyrën se si punon media, dhe shpeshherë ne vrapojmë të godasim median, ndërkohë që një fjala vene po e diskutonim edhe pak më parë. Dikush që ka bërë një analizë shumë të madhe, një studim, një kërkim shkencor që mund të jetë 200-300 faqe, shpeshherë ankohet që do 2 orë kohë televizive për të shpjeguar një përfundim që mund të ishte shumë i thjeshtë. Media nuk është tryeza e Akademisë së Shkencave. Media nuk është një simpozium që ti mund të vish edhe mund të mbash dhe mund të dëgjosh fjalime pas fjalimi apo të dëgjosh media shumë e shpejtë. Domethënë ne po jetojmë në një kohë që shoqëria është TikTok e rrezuar për shkak se mendja është në pak sekonda ti do të marrësh edhe të gjithë informacionin që ti kërkon. Dhe në momentin që dikush do të vi, do të flasi pambarimisht për një temë caktuar, nuk është i koncentruar në ato që do të thotë, për mua është një problem që praktikisht duhet të zgjidhet prej tyre. Siç po flisnim pak më herët, unë kam pasur një emision për përmbytjet, në emisionin e ndërtuam me disa kënde të cilat do t'i vlenin dhe i vlenin qytetarëve, dhe sigurisht që morëm edhe personazhe apo ekspertizën e njerëzve të cilët kishin punuar me atë çështje. Ndërkohë, ajo që i ofruan publikut praktikisht nuk u kuptua prej tyre, sepse hyn në terma shkencore dhe duhet një lloj se përfshin audiencën e gjerë. Përfshin audiencën, dhe që në atë moment njerëzit të ndrojnë televizorin dhe sepse nuk kuptojnë. Për publikun. Po, dhe ka nevojë që qytetarët, më saktë se fjala publik nuk më pëlqen. Ka nevojë që të gjitha këto instanca, struktura shoqërore ta kuptojnë punën e njëri tjetrit për ta sintetizuar edhe për të dalë në ca përfundime që janë të përdorshme edhe për mediat, po edhe të kuptueshme pastaj për qytetarët. Megjithatë, unë e kuptoj këtë dhe ne kemi rënë në paqe dhe mundohemi që të përshtatemi dhe për të le të themi përfaqësuar sa në mënyrë maksimale le të themi bashkëqytetarët tanë. Unë kam zgjedhur 5 imazhe, të cilat përgjithsisht e bëj këtë pjesë të fundit me të ftuarit e mi për të komentuar mbi atë çka do shikojnë, ndërkohë që për publikun i vendos regjia. Po. Tani nuk e di nëse do e kapësh shpejt në 3 personazhe, është ish drejtoresha e Akshit, ish ministri i Brendshëm dhe ish ministri i Financave. 3 personazhe që duhet të përballen me drejtësinë. Siç e tha edhe ish drejtoresha e Akshit, është një pellg i madh me peshkaqen, kështu që mendoj se edhe vet ajo e ka dhënë këtë. Unë doja një koment edhe për rolin e medias në këtë aspekt. Shpeshherë komentohet që personazhet të caktuara në le të themi grahmat e tyre të fundit, siç mund të kenë këta personazhe, por që ja absolutisht kjo nuk është absolute, i qasen medias përpara se të qasen drejtësisë, le të themi. Shiko, unë nuk do të bëj avokatin e asnjë studio televizive, por praktikisht mendoj që edhe vetë media ka interes që personalet më të përfolur atë momentit i ketë në tryezën e saj mediatike për t'i pyetur. Pastaj, se sa i pyet, se si i pyet dhe si përball ata me atë që ata vetë kanë bërë, kjo pastaj është në moralin, në përgjegjësinë që vetë këta emisione kanë ndërtuar me qytetarët. Po që një personazh të jetë i ftuar, më i përfolur në momentit, më i akuzuar dhe më i le të themi diskutuar i momentit në studio televizive, nuk mendoj se është ndonjë keqje e madhe. Pastaj mënyra profesionale, se si i pyet, se si i përball ata me realitetin që kanë prodhuar përmes atyre që kanë bërë dhe atyre që nuk kanë bërë, kjo pastaj hyn në anën profesionale dhe e ka secili në lëkurën e tij dhe në fytyrën që i ka vendosur programin që drejton. Edhe unë i bashkohem kësaj qasje me përgjigje të vërtetës që me rëndësi është të kuptojmë si dhe çfarë pyesim, sepse në aq kohë sa ka një interes të shtuar nga shoqëria, sigurisht që media është aty për ta sjellë edhe për të pyetur.
pjesën tjetër të imazheve që un kam zgjedhur për ty është një ndihmë që unë i kam kërkuar inteligjencës artificiale për të inskenuar personazhin që ti ke të ftuar dhe unë do ishte shumë me interes të kuptoja se ku do ta fokusoje ti bisedën dhe kush do ishte mbase pyetja më interesant, pyetja që ti do doje ti bëje. Ja ta shohim. Okej. Karl Marx. Karl Marx, po. Në fakt është shumë interesante në fakt se në një emision tjetër në një emision praktikisht një kolege sime, dikush u ndjeu i fyer që e krahasoi me Karl Marxin, sepse praktikisht nuk e njihte se kush ishte dhe nuk i dinte as vlerat e tij. Sigurisht që pyetjet për të doja adresoja për të sotmen, se si ai e shihte me doktrinat e tij ose me tezat e tij realitetin e sotëm dhe si do implementoheshin tezat e tij nëse do implementoheshin në shoqërinë e sotme. Interesante, po. Është edhe dilema më e madhe që do ishte shumë kurioztar në fakt. Personazhi i radhës është Enver Hoxha, një personazh i cili zakonisht është interesante se Enver Hoxha nuk ka dhënë asnjë intervistë. Nëse do kërkosh intervista për Enver Hoxhën, do gjesh vetëm ditaret e tij që ditaret apo librat me kujtime edhe një modifikim timin. Edhe një modifikim tuaj dhe nuk do gjesh asnjë intervistë të Enver Hoxhës. Në fakt është interesante, nuk e dija këtë që Enver Hoxhan mbase mund të kenë ndonjë shumë media në franceze, nuk ka asnjë intervistë Enver Hoxha, nuk ka asnjë intervistë. Në fakt Enver Hoxhën mëkatet që i ka bërë këtij vendi do ishte mirë që llogaritë i jepte para Zotit, jo para gazetarëve. Mendojnë që do ishte i mirë në komunikimin publik në këtë lloj formati televiziv. Do të thotë çfarë modeli mund të ishte? Mund të ishte një model po aq propagandistik apo me thënë drejtën e shikoj me një lloj neverie dhe nuk më del asnjë pyetje për të. Mendoj që do t'i japi llogarit para Zotit. Se unë kam sjellë një personazh që është i preferuar për ty, kështu që Dritoroi Golli, okay. Dritoroi është, le të themi, një lloj lideri shpirtëror për mua, është një personazh që ose një lloj personaliteti që praktikisht i ka dhënë vendit në gazetari, në letërsi, në politikë, në publicistik, është një personazh jashtëzakonshëm që unë kam patur fatin jo vetëm ta njoh, jo vetëm ta komunikoj, jo vetëm ta intervistoj, po ta njoh që në fëmijërinë time dhe të marr prej tij një lloj frymëzimi shumë të madh edhe për librave që i kam lexuar. Mbase pikpyetjet shumë të mëdha që mund të kisha për Dritorin është për periudhën në socializëm, pra në komunizëm, për le të themi ato atë letërsinë që bëhej në atë kohë. Kështu që letërsia që bëhej në atë kohë ka një lloj ne kemi letërsi sot, pra prodhohet shumë, bën shumë libra, po pastaj prap ne shkojmë tek letërsia e realizmit socialist dhe librave që janë shkruar në atë kohë. Dritori ka qenë kryetari i lidhjes së shkrimtarëve, sigurisht që ka patur një rol shumë të madh në selektimin apo të themi në trajtimin e shumë personaliteteve që janë sot dhe sigurisht që pikpyetjet i kam shumë të mëdha për atë kohë. Nga domethënë si e afruar me figurën e domethënë gjyshi im ka patur një le të them misi shumë të vjetër me Dritorin dhe e di pse është interesante një gjenerata e re të ketë një lidhje. Në përgjithësisht Dritorin duket sikur i përket një gjenerate tjetër. Okej, Dritoroi domethënë familja Golli dhe familja Dangli janë nga e njëjta zonë, nga njëjti fshat, nga njëjta lagje dhe praktikisht kanë patur edhe banesa. Ishte heroi i komunitetit. Jo shumë larg. Dhe duke qenë se në të gjithë krajinën time Dritoroi është një lloj tempulli i madh diturie dhe praktikisht brezat e të rinj në atë zonë janë rritur me figurën e Dritorit. Ka shumë njerëz moshës ime, mosha më të vogla ose më të mëdha që
vazhdojnë edhe përpiqen që të marrin nga frymëzimi drejtoror, të shkruajnë për fshatin, të shkruajnë për lumin, të shkruajnë për malin, për pemën, për lejlekun, për Adheon, për Baltën, domethënë është një nga poetët që i ka shkruar më mirë, le të themi, jetës së përditshme të së qytetarit, të fshatarit, atij që njeriu që nuk duket, njeriu që nuk zë hapësirat e mëdha mediatike dhe i gjithë veprat e tij kanë mbetur një lloj testamente shumë i madh për publikun. Është një lloj mali shumë i madh që njerëzit të bëjnë pelegrinazh për të kuptuar se çfarë ka ndodhur. Mendoj që le të themi politika ose se mundohet kështu duket sikur çdo gjë është politike, po në fund ditës edhe e tillë është. Politike është. Edhe kur ble bukën bën shumë për këto figura që le të themi kontributi i tyre të jetë i vazhdueshëm, jo i mbyllur brenda një. Në fakt nuk bën edhe aq shumë sa do duhej të bënte, bën më shumë për figura të cilat mund t'i ketë shfrytzuar apo po i shfrytëzon imazhin e tyre. Për shembull, një lloj debati shumë i madh është për emrat e shkollave, emrat e rrugëve, emrat e personaliteteve të ndryshme, të cilët praktikisht shfrytëzohen në forma politike dhe jo të ketë një lloj, le të themi, një lloj meritokracie ose një lloj vlerësimi dhe nderimi që i bëhet figurave të ndryshme që i kanë dhënë vendit. Ka emra politikanësh që i vendosen në institucioneve shkollore që praktikisht, domethënë pikpyetja që kanë prindit që i çojnë fëmijët në ato shkolla thonë, po a mund të kishte një emër tjetër, po pse quhet kjo shkollë me XY emër që praktikisht mund të doja që të kishte një emër tjetër. Për drejtorojnë e madhe unë jam përpjekur që të vazhdimisht të ngre zërin për shkak të le të themi mungesës së vëmendjes që i është bërë prej vitesh në një lloj aspekti, një lloj dimensioni më të madh. Ka ndryshuar situata, por shpresoj që secilit historia t'i japi atë vendin e madh që meriton, ose vendin e vogël në raste të tjera. Pasi bërë studion akoma më të bukur. Në fakt, kjo është një si intervistë me vetveten. Ose një intervistë e munguar, nuk e di nëse. Si Petro Marko. Okej. Ka personale të ndryshme që doja t'i ftoja ose më saktë doja t'i kisha ftuar personale që mbas edhe mund të ngelur merak që nuk i mora dot në emision. Por koha është e gjatë dhe shpresoj që këta që janë ende me frymë dhe të shëndetshëm edhe që duan të japin mesazhe dhe kontributin publik të jenë në emision. Po mbase figura historike që mund të ishin këtu, mbase mund të ketë figurat viteve 90 që mund të kenë patur një rol që praktikisht nuk e luajtën ashtu siç duhet ta luanin atëherë kur bëshin kthesat e mëdha të Shqipërisë dhe sot mund të ishin një realitet krejt tjetër. E vërtet. Andre, unë të falenderoj shumë edhe kam besimin që kemi dhënë përgjigje disa nga pikpyetjeve që shumë kush që e ndjek politikën dhe në prime time-in kam përshtypjen i ka pasur. Unë vetë, edhe pse jam pjesë shpeshherë e kësaj hapësire, edhe unë i kam pasur shumë pikpyetje të tilla, po gjithmonë duke besuar që kontributi që ju jepni të jetë një kontribut që shkon në linjë me interesin e qytetarit, pavarësisht se për te duhen menduar një seri algoritmash e një seri indikatorësh të cilët le të themi të sigurojnë një lloj vazhdueshmërie dhe unë falenderoj shumë që ishe pjesë e këtij komunikimi sot bashkë. Unë falenderoj ju edhe jam shumë mirënjohës për hapësirën që më dhat, pyetjet që më bët, edhe shpresoj që të kem qenë i vlefshëm me aq përgjigje se sa ishin pyetjet dhe sigurisht përpoqja të jem shumë i sinqert, se në fund fare unë përpara zakonisht shoh qytetarët, njerëzit të cilët praktikisht kanë pyetjet që ju më bët edhe sigurisht që ne duhet që të jemi të sinqertë se në fund fare janë ata që na mbajnë në punë. Nëse nuk do ishin ata, nuk do ishim në punë, edhe nuk do ishim të pa punë. Kjo është e vërtet. Mirë miq, unë ju gjej rastin t'ju falenderoj shumë për ndjekjen e këtij bashkëbisedimi. I kemi dhënë disa pikpyetje, pra nëse
politika është sporti i madh kombëtar që ne kemi, prime time është stadiumi dhe ne pak a shumë pam bashkë me Andrea Dangli se si ky stadium funksionon në të përditshme në saj, kështu që shpresoj shumë që t'ju kenë ndihmuar për të formuar një lloj perceptimi të saktë mbi atë çka ndodh me hapësirën publike mediatike në vend. Faleminderit.